Riu Bariu nga India në malet e kolonjës dhe një kulturë që po shuhet nga aurontare. Në një stan të humbur mes maleve të kolonjës jeton Rio, një banor i ardhur nga India i cili me praninë e tij të heshtur është një dëshmi e një tradite që në këto anë është në rrezik zhdukjeje. Ai nuk është thjesht një i ardhur i rastësishëm, ai është dëshmitari dhe në një farë mënyrë ndoshta një nga ruajtësit e fundit të një jetese që ka formuar ekonominë, kulturën dhe shpirtin e krahinës për mijëra vjet. Dikur kolonja gumzhinte nga jeta baritore, tufat e mëdha të kolonjarëve udhëtonin drejt Bregdetit të Jugut apo viseve të Çamërisë, duke ndjekur ritmet sezonale të një jete të ndërtuar mbi rritet pagane të natyrës, kulturën pastorale, adhurimin për malet si dhe për bashkëjetesë me kafshët, zilet e mëdha të cijepëve që prinin kopen, tek sjellja nga Janina apo Leskoviku ku mboni përgjatë brigjeve të Vjosës derisa zbrisnin në ultësirat pjellore. Kolonja dhe Kurveleshi dikur ishin ndër krahinat më të pasura me kope dhe stane, duke krijuar një ekonomi të qëndrueshme dhe një kulturë të tërë të bazuar në blegtorinë nomade. Sot kjo botë është thuajse në shuarje. Numri i tufave dhe i staneve në Kolonjë dhe Kurvelesh është zvogëluar ndjeshëm. Jetesa baritore mbahet me vështirësi të madhe dhe shpesh nga njerëz në kufi të mbijetesës. Në këtë realitet të zymt, ardhja e erojit merr një kuptim të veçantë. Ai është simboli një cikli që po mbyllet jo vetëm në Shqipëri, por në mbar Europën. Shuarja e jetës dhe kulturës baritore, një epokë mijëravjeçare që po vdes ngadalë para syve tan. Roji në mënyrën e tij të heshtur dhe përkushtimi ndaj tufës së tij mund të jetë ndoshta kujtimi i fundit i gjallë i një harmonie të humbur mes njeriut dhe natyrës. Shuarja e kulturës baritore, një humbje e madhe për identitetin dhe të ardhmen turistike të Shqipërisë. Nuk ka asnjë dyshim se jeta baritore është një nga mënyrat më të vështira të jetesës, sidomos në kohën moderne kur teknologjia dhe urbanizimi kanë ndryshuar rënjësisht mënyrën si jetojmë. Në këtë realitet të ri të rinj të shqiptar janë gjithmonë më pak të gatshëm të përkushtohen tufave në malet e vendit dhe pikërisht tu nis një debat thelbësor. Me humbjen e kulturës baritore, Shqipëria rrezikon të mbasë jo vetëm një pjesë të identitetit të saj mijëravjeçar, por edhe të gjitha pjesët e lidhura në këtë mënyrë jetese, nga zakonet, veshjet dhe muzika deri tek kulinaria dhe vetë raporti i njeriut me natyrën. Ndërkohë, kjo mënyrë jetese përfaqëson një atraksion të jashtëzakonshëm për vizitorët e huaj që vinë në Shqipëri për të eksploruar natyrën dhe kulturën autentike shqiptare. Nëse vitet që vinë do të na gjejnë me barinj indian apo filipinez në malet tona, do të kuptohet qartë se çfarë humbje e pakthyeshme do të ishte kjo për turizmin kulturor dhe për identitetin e thellë të krahinave tona. Duke njohur rëndësinë e madhe të kësaj tradite, UNESCO e ka shpallur që prej vitit kaluar kulturën baritore, pastoralizmin, një pjesë të trashëgimisë kulturore të jashtëzakonshme të njerëzimit. Shqipëria pati fatin të jetë pjesë e listës së vendeve që gëzojnë këtë status, por për fat të keq deri më sot nuk ekziston asnjë projekt, ide konkrete apo përpjekje serioze për ta mbështetur këtë pasuri të rrallë të kulturës tonë kombëtare. Kjo trashëgimi nuk është thjesht një relike e skaluarës, ajo është një urë që na lidh me lashtësinë, me populatat që kanë jetuar në këto troje për mijëra vjet dhe me të gjitha shtresat e thella kulturore që kanë formuar identitetin shqiptar. Ruajtja dhe mbështetja e kulturës baritore nuk është vetëm një detyrim moral apo historik, është gjithashtu një mundësi e madhe për ta bërë Shqipërinë një destinacion të veçantë për turizmin kulturor dhe të qëndrueshëm. Rojt i urojmë qëndrim të mbar në malet e kolonjës, por na duhen barinj shqiptar.